ditë që gatuan, marinove mishin 24 orë para, përgatite ëmbëlsirat, salcat vetë, sigur po hap restorant, gjithë shokët thanë, po vlla, absolutisht do vim, do jetë hata fare. Dhe ditën e ditëlindjes tënde që ti e planifikove si ceremonia e Oscarit, askush nuk po duket, asnjani, 0 persona. Po më falë se të rejta, të telefonon mami njërit prej shokve për të pyet nëse e ka djalin të shtëpia jote. Tashi duhet ta shohësh të vërtetën në sy. Ke miq, por nuk je i rëndësishëm për ta. Të ftojnë në festa evente, por nëse ti nuk shkon, punë e madhe fort. Nuk u bëhet vonë, nuk u prishet gjiza për ty fare, nuk je qendror pra në jetën e tyre, vetëm periferik, bisht, ose fjala që përdorin të rinj sot, je guber. Të jesh guber nuk është problem i shëndetit mendor, nuk është ankth social, nuk është ADHD, nuk është spektër. Është diçka akoma më shqetësuese nëse ti nuk e adreson, sepse askush nuk shpëton dot në këtë proces. As prindërit, as askush përveç vetes tënde. Është një aftësi sociale që mësohet shumë thjesht. Do të shohim 3 mënyra sot, të cilat burojnë nga shkenca e respektit, psikologjia e grupit dhe leadershipi tribal. Historia e çdo ish guberi ka pak a shumë të njëjtën formë. Kisha një grup shokësh ku bëja gjithçka vetë, organizoja daljet, takimet, të shtëpia ime, gjeja kohë për gjithë, për vite më radhë kështu. Dhe një ditë thash më vete, ore, am kanë marrë ndonjëherë këta mua në telefon. Thjesht për të pyet si jam. A je në punë, a ke naft, a ke lek, a ke internet, a ke krem dielli, a ke buk? Ja, asnjani. Nëse nuk çoj unë mesazh i pari, nuk flasim fare. Unë bësha gjithmonë i gjallë pra për gjithë. Dhe sa po hoqa dorë nga kjo sjellje, i gjithë grupi u shpërbë. Sot do të gërmojmë pak më thellë në psikologjinë e guberit, që të zbulojmë se si zgjidhet ky problem. Sepse sinqerisht të organizosh, të pjekësh, të gatuash për njerëz që s'të shkruajnë kurrë, vetëm kur duhet taksi falas, kjo nuk është shoqni. Kjo është transport, hotel, drek, falas, ndërkohë që ti u lutesh të hedhin pak shampanjë te gota jote. Ka 2 mënyra për të hipur në një pemë. Njëra është të kërcesh, të hipësh në të, dhe tjetra është të kacavirësh në deg. Në rastin e parë degët e pemës janë poshtë këmbëve tua, dhe në rastin e dytë ato janë sipër duarve tua. Guberi është një kacavirës social, një arrampikatore sociale. Unë këto i quaj sjellje kacavierëse, pra clinging behaviors. Ti përpiqesh të kapesh pas një grupi sepse nuk do që të përjashtohesh. Por problemi është se sa më shumë që angazhohesh në këto sjellje, aq më shumë e ul statusin tënd. Kjo është krejt ndryshe nga kërcimi, climbing, apo jo. Respekti yt në një grup shoqëror nuk do të rritet kurrë për aq kohë sa fokusi jot kryesor është mos më përjashtoni, ma shënoni emrin edhe mua. Pra problemi themelor është ky. Njerëzit që ndodhen në skajet e grupeve angazhohen shumë në sjellje të tipit clinging, ngjitse, për të shmangur përjashtimin. Dhe kjo zakonisht ka këtë formë në jetën e përditshme. Ti përpiqesh jashtë mase të përfshihesh, të bëhesh i dobishëm, të shërbesh, ti lejosh të zhvasin. Përpiqesh që ti mos i trazosh ujërat, të mos prekësh nervat e askujt. Por problemi është se sa më shumë që angazhohesh me këtë sjellje, aq më shumë kjo të largon nga ngjitja, pra nga kërcimi në pemë. Dhe këto janë gjëra krejt të ndryshme. Të kërcesh në një pemë dhe të kacavirësh në një pemë janë 2 forma të ndryshme. Respekti yt brenda një grupi shoqëror nuk do të rritet kurrë për aq kohë sa përpjekja jote kryesore është që thjesht të shmangësh përjashtimin. Dhe këtu vjen pjesa që është vërtet interesante. Ekziston shumë shkencë mbrapa kësaj, jo nga psikiatria, por nga studimet e grupeve shoqërore. Ekziston një koncept i quajtur përcaktori i centralitetit, eigenvector centrality. Shikoje pak këtë diagramën këtu. Ti e kupton vetë, pa ta thënë unë fare, se kush është lideri këtu e kush është guberi. E ke shumë qartë vetë. Sepse çfarë ka lideri që nuk e ka guberi? Ka 1, 2, 3, 4. Nëse shohim diagramën e çdo rrjeti shoqëror njerëzor, zakonisht gjejmë disa njerëz që janë më qendror dhe disa të tjerë që janë më periferik. Pra, lideri është më qendror, guberi është periferik. Ndoshta i ke vënë re edhe vetë, ka figura udhëheqëse në një grup që organizojnë aktivitetet. Janë po ata që nëse nuk shkojnë në një festa nuk ka shpirt, nuk ja vlen fare. Dhe kur ata organizojnë vetë një festë, të gjithë duan shkojnë. Ka njerëz pra që gëzojnë respekt shoqëror dhe me të cilët të gjithë duan të jenë miq, edhe pse ndonjëherë janë pak të çuditshëm si tipa dhe nuk i pëlqejmë shumë si persona. Pra, si të bëhesh më qendror në një grup njerëzish? Ka disa gjëra që mund të bësh.
Gjëja e parë me cilën mund të fokusohesh është rritja e numrit të lidhjeve të dobta. Shpesh ajo që bën gubëri është se i mbi investon energjitë e tij te grupi aktual që të pëlqehet dhe të fitojë respektin e grupit aktual. Në fakt, mënyra se si ti e fiton respektin e grupit aktual është duke krijuar lidhje të dobta me grupe të jashtme. Çfarë do të thotë kjo? Te palestra ku ti shkon rregullisht është gjithnjë dikush me të cilin ti mund të takohesh, mund të flasësh, mund të njihesh. Te universiteti është gjithmonë dikush me të cilin ke një lidhje dobët dhe mund ta thellosh lidhjen me të. Te kalçetoja është gjithmonë dikush tjetër me të cilin krejt natyrshëm ti mund të krijosh një lidhje të dobët me të. Dhe çfarë do të thotë lidhje e dobët? Do të thotë njohje minimale, si e kalon, me çfarë merresh, çfarë punë bën, mjafton kaq për momentin, s'ka nevojë të thellohesh më shumë. Tani ka shumë njerëz që do të thonë, po lidhjet e dobta janë pak a shumë që kam te grupi aktual, apo jo, çam duhen që të shtoj lidhjet e dobta. Dhe tani vjen momenti kritik. Gjëja e dytë që duhet bësh është që ti kthejmë lidhjet e dobta në lidhje të forta. Dhe si konvertohen lidhjet e dobta në lidhje të forta? Atëherë mënyra e parë kryesorja është nëpërmjet ndërveprimit të përsëritur. Dakor? Si e forcojnë lidhjen për shembull një djalë me një vajzë, duke rritur frekuencën e ndërveprimit me mesazhe, me takime, me dalje. E dyta mënyrë se si forcohet një lidhje e dobët, dhe ky është momenti ku ti shënon golin, është një koncept që unë kam mësuar nga tribal leadership, që quhet triadim. Dhe çfarë është triadimi? Triadim është një fjalë tjetër për trekëndorizim. Qa do të thotë trekëndorizim? Do të thotë që nëse ky tipi të palestra është një videograf dhe ky tipi të kalçetoja është një marangoz, është një mjeshtër drurit, është dikush që bën vila druri, atëherë ti i prezanton këta me njëri tjetrin. Dhe kështu ata mund ndihmojnë njëri tjetrin, sepse videografi mund ta ndihmojë marangozin, atë që bën shtëpia druri që të bëhet viral në internet dhe të shpalos aftësitë e tij për të punuar me drurin. Dhe kështu të dy këta janë aty për shkakun tënd me njëri tjetrin. Dhe tani ajo çfarë ndodh nga kjo është genialiteti i triadimit, sepse lidhja e secilit me ty përrjedhoj forcohet. Okej? Dhe tani ti e përsërit këtë proces sa më shpesh të mundesh edhe me të tjerët. Për shembull, ky tipi tek universiteti mund të lidhet me një nga shokët e tu të grupit pasdites. Okej? Dhe forcohet lidhja. Një nga kalçetoja mund të lidhet me grupin aktual që ke, dhe kështu forcohet lidhja. Dhe tani shi ç'a ndodhi me vektorin e centralitetit. Ky me portokalli ishe ti. Ku ishe më parë? Dhe ku je tani. Shumë shpesh shoh njerëz që janë kështu haj të gëzuar që po përpiqen të bëjnë networking, të lidhen me këtë, të njihen me atë tjetrin. Dhe networking, rrjetëzimi mes njerëzve është shumë interesant, por mendoj se ka një gabim të madh te mënyra se si konceptohen këto eventet, ku shumë nga pjesëmarrësit atje po kërkojnë si ta takoj këtë person, apo atë personin tjetër për të më ndihmuar. Si mund të më ndihmoj ky? A mund të më ndihmoj ky tjetri? Dua të flas me këtë personin sepse mund të më gjej një vend pune. Pra pjesa më e madhe asaj që e quajnë networking ka të bëjë me njerëz që janë egoist, pra kanë shkuar atje për të menduar për veten, për të zgjidhur hallet e tyre. Networking është më i dobishëm ai që njohun është kur ti lidh dy njerëz me njëri tjetrin, ajo që folën përpara. Dhe çdo herë që ti bën një lidhje midis dy njerëzve, ti e ngre statusin tënd në mendjen e tyre, sepse nuk po kërkon asgjë, nuk po merr asgjë, ti po përpiqesh vërtet ti ndihmosh njerëzit. Ky është networking, të ndihmosh njerëzit. Thjesht përpiqem të njoh njerëz pra dhe të shoh se si mund të lidhen me njëri tjetrin, si mund të kombinohen ata. Dhe nëse ka një lidhje kuptim plot që mund të krijohet midis dy personave, vazhdoj ta bëj me të tjerë. Dhe e vlerësoj shumë kur njerëzit e tjerë bëjnë të njëjtën gjë për mua gjithashtu. Dhe akoma më e rëndësishme, në vend që të krijosh një event me 20 veta, ku ti fton 20 veta, thirr për drek një shok nga grupi A dhe një shok nga grupi C dhe thelloje mënyrën se si ata mund të kombinojnë me njëri tjetrin, se si mund të bashkëpunojnë. Okej? Pastaj vjen gjëja e tretë, që është një sjellje tipike e personave periferik në një grup social, kur angazhohen në sjellje që nuk fitojnë respekt. Pra këtu kthehemi tek ajo idea e kacavierjes kundrejt kërcimit. Pra shpesh ajo që një guber bën është se kanë frikë nga njerëzit qendror në një grup. Ato do të angazhohen në sjellje të tipit, një nga këto sjellje është humori vetë përçmues apo jo.
Humori me talljen e vetes, pra self-deprecating humor, sepse ata në një moment të caktuar guberi çfarë mendon? Nëse tallem me veten, do të ndihem jo kërcënues ndaj njeriu kryesor në grup. Pra ata do të më pranojnë më shumë nëse unë bëj veten të vogël. Gjëja e dytë që bëjnë për të qenë jo kërcënues në grup guberi, priren ta minimizojnë ekspertizën e tyre. Pra, nëse del që jam i mirë, më i mirë se ti, atje në qendër, në një fushë të caktuar, sepse ekziston një strukturë fuqie që lind nga ekspertiza, tani shpesh guberat kanë frikë të ndihen kërcënues dhe çfarë bëjnë? Nuk e tregojnë ekspertizën e tyre në atë fushë ku janë më të mirë, sepse nuk duan të ndihen kërcënues, se mos përjashtohen nga grupi pastaj. Pra, në vend kësaj, çfarë do të bëjnë ata? Do të zvoglojnë veten që të ndihen më pak të rrezikshëm për kryesorin e grupit. Dhe kjo është sjellje kacavierse. Dhe sjelljet kacavierse kanë të njëjtin qëllim, të mbajnë në periferi. Pra, këtu ka dy gjëra shumë të rëndësishme të cilat ti rekomandoj fort. E para është, nga një perspektivë mikroskopike, është që të ndalosh shakat me veten tënde. Asnjë sjellje tjetër vetëpërçmuese kurrë. Dhe gjëja e dytë, nëse je i mirë në diçka, tregoje. Dhe nëse njerëzit nuk e vlerësojnë atë, nëse njerëzit ndihen të kërcënuar nga ekspertiza jote, ky nuk është problemi yt, është problemi i tyre. Pra, ka një studim në vitin 2024 që tregoi se mënyra se si ti e sheh veten dikton se si njerëzit e tjerë do të reagojnë ndaj teje. Kjo është edhe intuitive, pa u bërë studime fare. Pra, nëse e bën veten të vogël, njerëzit e tjerë do të trajtojnë si të vogël. Tani vim të detyrat e tua që duhet t'i bësh më një herë sapo t'i kesh bërë like kësaj videoje. E para, asnjë shaka tjetër me veten tënde. E dyta, tregoj ekspertizën tënde, nëse je i mirë në diçka thuaje. E treta, ndalo të ofrosh gjithçka falas. Koha jote ka vlerë, energjia jote ka vlerë, shtëpia jote nuk është hoteli i grupit. Okej? 4. Fillo të lidhesh njerëzit me njëri tjetrin. Çdo javë lidh dy persona që nuk e njohin njëri tjetrin. Triangulation. Kjo krijon ura, dhe urat të çojnë në qendër, dhe ajo qendër je ti. Dhe e pesta, formo 3 lidhje të reja të dobta këtë javë për veten tënde, jo për të bërë best friends, po për t'i hapur opsionet vetes që të krijosh ura akoma më shumë. Okej?